Në mes kodrinave, në një vend strategjik, në fshatin Stubull, 5 shekuj më parë, më 1584, këtu u hap shkolla e parë shqipe në Kosovë, ndërsa vite më vonë, më 1896, u zhvendos pak metra më tutje. Përdej shumë barrierave, sfidave, pushtimeve, luftës, kjo shkollë arriti që të mbjetoj deri më sot. Dhe nuk ishte vetëm shkolla, por edhe ndër librat e parë në gjuhën shqipe, cilat gjenden edhe sot aty. Esar Gjergji ishte ai i cili filloi rrëfimin e historisë së kësaj shkolle. Faleminderit shumë për kohën që ndat për këtë intervistë në këtë vend veçantë, është kënaqësi për neve, pap na prezantoni për publikun që nuk jo nje. Faleminderit për interesimin tuaj. Unë jam Esar Gjergji dhe tash ndodhemi në hapësirat, në ambientet